Sot po fillojmë raundin e dytë të zgjedhjeve të lokale për kryetar komunave. Sa i përket KQZ-s dhe në përkrahje të sekretariatit, çdo gjë është gati për të filluar sot votimi, për t'i ofruar qytetarëve mundësinë të shprehin vullnetin e tyre përmes votës. Me këtë rast unë ftoj të gjithë qytetarët e këtyre 18 komunave në të cilat zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash, që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të dalë për të votuar dhe të zgjedhin përfaqësuesit e tyre të preferuar. Me këtë rast bëj edhe apel që të respektohen rregullat dhe ligji për zgjedhjet, rregullat e KQZ-s, të respektohet edhe rendi. Në këtë drejtim dua të ftoj edhe anëtarët të këshillave të vendvotimit të respektojnë ligjet dhe që i gjithë procesit të shkojë pa asnjë problem. Uroj që të kemi një ditë të qetë, të mirë dhe me kaq përfundoj. Sa i përket votimit me asistencë, KQZ-ja ka ndërmarrë të gjitha hapat dhe procedurat edhe manualin për trajnime dhe të gjitha kanë qenë të theksuara në atë manual dhe përmes trajnimeve. Se që ka ndodhë në realitet ditën e zgjedhjeve në për vend votime, atëherë mbetet në administrimin e KKZ-s, të komisioneve komunale dhe vetë të këshillave të vend votimit. Ne kemi bërë qartë që në disa vende votimi me asistencë ka qenë shumë i theksuar dhe në disa raste edhe arsyetimi tyre nuk ka qenë i duhur në librat e votimit. Për këtë arsye kemi ngritë shqetësimin dhe shpresojmë që tash, sot, në kjo do të ketë këshillat e vendvotimit do të kenë më shumë kujdes. Natyrisht, jo çdo kush ka të drejtë të votojë me asistencë, por vetëm personat në nevojë. Andaj edhe ne shpresojmë që tash do të respektohet kjo çështje.